Nuk ka dyshim që në momentin që dikush mëkaton, ky mëkat apo ky gabim do të ketë një vleft pagese që mund të paguhet kjo tek personi vet, mund të paguhet kjo në suksesin e tij në jetë, mund të paguhet kjo në biznesin e tij, mund të paguhet kjo në pushtetin, mund të paguhet kjo në familje, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Për këtë arsye thoshin të moçmit, nga njëherë kur e kundërshtoj Zotin ose bëj gjuna, e shoh këtë në sjelljen e bashkëshortes time, e shoh këtë në sjelljen e kalit tim. Pra shkak pasojë. Shkak pasojë, nuk ka dyshim, pra mund të jetë një nga shkaqet që mund të shkojë shkatrimi një familje gjunahet e personit vet, e burrit apo gjunahet e gruas, ose gjunahet e të dyve, ose gjunahet që bëhen në shtëpi, edhe këta rinin indiferent, dhe e lejnë gjunahen të zhvillohet si normal. Atëherë nuk ka dyshim se një nga shkaqet e arsyet që mund, sepse Zoti do të sprovojë, si do të sprovojë Zoti? Me dhimbje. Sprova është me dhimbje. Dhe një nga dhimbjet më të mëdha që kalon njeriu në jetë është, le të themi, ndarja, divorci, shkatrimi i familjes. Atëherë ne nuk duhet ta lejojmë një gjë të tillë. Çfarë duhet bëjmë? Duhet të jemi sa më larg mëkatet dhe gjunave. Madje, siç thuhet një hadith profetik, mëkatet dhe gjunat ndikojnë në ftohjen e dashurisë për hatër të Zotit. Ka një hadith që thotë, ndoshta dy njerëz duhen për hatër të Zotit. Dhe kjo ftohet për shkak të gjunave që mund bëjë njëri prej tyre. Kur është një raport, domethënë për hatër të Zotit, dhe një raport, domethënë që s'ka lidhje me shumë gjëra në krahasim me raportin, le të themi, bashkëshortor. Për këtë arsye, domethënë duhet të jemi sa më të kujdesshëm, për këtë arsye dhe Zoti në Kur'an tha për cilin do mashkull dhe femër që ka besuar Allahun dhe bën vepra të mira, do t'i japim jetë të lumtur. Pra nëse duam me të vërtet jetë të lumtur bashkëshortore, sepse jeta e lumtur është e gjerë dhe e shpërndar, dhe nëse duam jetë të lumtur brenda jetës sonë në këtë botë, jetë të lumtur bashkëshortore brenda jetës sonë, domethënë në këtë botë, duhet të jemi tek ajo që tha Zoti, besimtar dhe vepër mirë. Dhe prej vepër mirë bërjes është që njeriu të largohet nga mëkatet dhe gjunat, dhe vjen me këtë, domethënë bërja e veprave të mira sa më shumë. Që do thotë, bërja e veprave të mira sa më shumë na jep neve dashurinë e Zotit, na jep neve bekimin e Zotit, pra sa më shumë të falemi, sa më shumë të agjërojmë, sa më shumë të lexojmë Kur'an, sa më shumë të japim sadaka, sa më shumë të bëjmë vepra të mira, çfarëdo qofshin, përmendja e Zotit etj. Kjo do të reflektojë, nuk ka dyshim, në ruajtjen dhe në mbajtjen e familjes.